Emri i Ilyasa Fazliut u bë i njohur kur nga mediat u publikua një audiogjizim ku ai po fyente një vajzë 3 vjeçare me autizëm në klinikën e tij private. Ik atë. Hey! Do të shpani ore të sot. Të doran tani. Ik atë. Mira. Ikate. Ik. Son puna mala. Budalic. Shka po tani? Shka? Por ky duket se nuk është rasti i vetëm. Betimi për drejtësi ka siguruar me 10 ankesa nga prindër e stazhier për të dhe për mungesat e vazhdueshme të tij në punë. Por përballë këtyre ankesave dhe shkeljeve të pretenduara nga ana e Fazliut, del t'i ketë mbyllur syt e gjithë hierarkia e SHCKUK-s. Sipas rrëfimeve të stazhierëve, Fazliu sillej keq me fëmijët në aq pak minuta, sa i qëndronte në seancë me ta, sepse, sipas tyre, në shumicën e kohës ai nuk ishte në punë. Me qëllim të mbrojtjes së identitetit të tyre, betimi për drejtësi ju ka vendosur emra fiktiv si Hana, Diella, Vera dhe Ylza. Sipas stazhierës Diella, ka pasur raste kur Fazliu kishte kërcënuar fëmijët me mjete pune. Edhe rasti tjetër më herë mas ju kanë me një rast me artikulem, ndukur tingullin dhe ka pas me ushtru fëmija, nuk ka mujtë me thonë shumë mirë, edhe kë ka marrë shaftikere, apo i ke thuje mirë ose këqëre, tani dhe i ke do të më thonë që të ka ndushë të marrin vesh. Po në kulturët, se ka shtë ka ndonë para do mujve nuk këqëre shaftikere, thuje ose këqëre shaftikere, diçka që shta. E kum shkua, është edhe ndetër. Për këto fjalë, dëshmitare thot të jetë edhe Vera. A ju kujtohet shprehimisht cilat kanë qenë fjalët e tij atë ditë? E di që po më duket një shtraf sigare ka pas, edhe ju ka drejtu fëmijës këshire shtraf sigaren të mës. Do më thonë e ka kërcënu me fjalë? Po. Për këto sjellje të Fazliut, të dy stazhierët nga frika e hakmarrjes thonë se ankesat në mënyrë të shkruar i kishin drejtuar tek shefja e shërbimit të logopedisë, por duke kërkuar që të qëndronin anonime. Por vetë logopedi Fazliu mohon të ketë ndodhur diçka e tillë. Kjo s'ka të bëj absolut, kur është e pamundur mu me ndodhë një shenë të tillë. A diçka është e pamundur total. Unë jam shumë i sorë me fëmijët. Në një rast tjetër, Diella thot se gjatë seancës ai në vend se të merrej me fëmijën, bënte zhurmë duke rregulluar dollapin. Rasti por u kanë një me shaf cigar, nisë u kanë një rast tjetër para ti, ku ka trokit me dollap, mund e keme rregullu, edhe nuk bëjke shumë zhurma, fëmija u totke edhe nuk e nalke heq, se kishtë parasysh që ishën seancë. Në rast se që kjo, ka ra kjo, po është. E ku marrën, të më thonë, praktikisht 1 minutë me paski e ku më rregullu që ato dhe që ka pas.